Të ndërruar vëllezër besimtar, jemi duke folur për emrat e Allahut dhe javën e kaluar kemi filluar me një emër të Allahut i cili është emri Esh-Shakur. Emër i Allahut i cili na duhet në jetën tonë shumë, sepse kështu ne rregullojmë jetën në formën siç ka kërkuar Allahu. Andaj kem thonë se besimtarit në këtë jetë i duhet të mësoj këta emra, sepse ja përmirësojnë kualitetin e jetës imanore. Respektivisht ja mësojnë se si bëhet jeta ashtu qysh Allahu ka dashur. Në këtë drejtim, sa më shumë që njeri i mëson emrat e Allahut, ka më reflektu ndryshe. Andaj, një dietar i madh Ibn Qayyim po thot, kushdo që e njeh Allahun ka për ta dashur Allahun më shumë. Andaj, qëllimi i këtyre mësimeve që pja përkujtojmë vetes e që pja mësojmë vetes dhe juve është që kjo njohuri të na prodhoj një afërsi më të madhe me Allahun, të na prodhoj raporte të cilat vllazni na bojnë me dashur Allahun më shumë dhe me ecë drejt Allahut. Paramendoni me një hadith kutsi po thuhet se nëse robi ecë drejt Allahut, Allahu vrapon drejt tij. Subhanallah, çfarë nderi i madh. Andaj në këtë drejtim është obligim për secilit prej neve që këta emra që i mësojmë, vëllezër besimtar, me i shtin funksion, me i shtin për ditëshmërinë tonë, me i shfrytzu, me adhuru Allahun më mirë, me u afru me ta e me u largu prej mëkateve. Andaj në këtë drejtim kushdo që e njeh Allahun vetëm pak, vetëm nëse pak e ke njoft Allahun, ka për të ndryshuar jeta jote, kam për të ndryshuar adhurimet e tua, kam për të ndryshuar lutjet e tua me një formë që nuk i kishte pasur më herë. Andaj emri i Allahut Esh-Shakur është një prej emrave të cili është përmendur në Kur'an në forma të ndryshme, mirë po përmendet 4 herë. Andaj në këtë drejtim çfarë kuptimi ka emri i Allahut Esh-Shakur është kuptim i cili nuk kupton se Allahu është mirënjohës ndaj robërve të tij. Andaj në këtë drejtim se dietarët kur e kanë komentuar këtë emër kanë thonë se ky emër e ka kuptimin se Allahu është falëndërues dhe mirënjohës për robërit e tij kur ata të bëjnë vepra të mira, respektivisht të kryejnë obligimet me të cilët janë ngarkuar. Andaj, shikoni, sot është ditë e gjumah. Ke ardhur me kry një urdhër kuranor, ku Allah thotë, o ju që keni besu, kur të ftoheni për namaz të gjumahs, nxitoni, shkoni drejt faltore dhe falni namazin e gjumahs. Kjo është urdhër. A ka pas mundësi Allahu, mos me kon falëndërues, mos me kon mirënjohës, po, se është Zoti, është krijuesi, është ai që neve na ka punë këtë dynjë pa kon hiç, mirë po me emrin Allahut e tij Esh-Shakur, ai që është mirënjohës dhe është falëndërues, ta mundson që ti më nxoni sevap të madh, ta mundson që në çdo hap prej shtëpisë që ke lëviz, ty më tu hjek një gjuna dhe më të shku një sevap. Andaj apo shehni se si është mirënjohja e Allahut, se çysh është falënderimi i Allahut ndaj robërve të tij, don të lëshon rahmetin e tij përmes cilësisë të tina, don i cili është falëndërues, ai i cili është bujar dhe në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar kur ti e din që Allahu kaq me dur shtrit, lëshon mëshirën e tij mbi ty, lëshon falënderimin e tij mbi ty, edhe kush Allahu e keni po, vëllezër besimtar, edhe pse ky nuk është shembull i parafort, vetëm sa me krahasu. E keni po dikush ku mor mirënjohje prej filën personalitetit, në rregull, nevojshme i. Po ty Allahu po falënderon, po është mirënjohës ndaj tij, pse? Sepse ti po i çon vend urdhrat e tij. Andaj këtë bën mundi të ndryshe, bën mundi krenar, bën mundi që ti me thon, o elhamdulillah Allah që më ke udhëzu, elhamdulillah që ti më ke bo pjesëtar të kësaj feje që është vetëm pranuar te ti, po edhe ti me mëshirën tonë, me bujarinë tonë, me mirënjohjen tonë, po më trajton mu kaq mirë. Andaj nuk bën me pas vllazën besimtar komplekse në fe, nuk bën me torë marrë pse je musliman, nuk bën me tik namaze, vetëm se ti je gjetë me një situatë ku për shembull ata shokët e tua, kolegët e tua nuk falen. Jo bre, ka herë nuk ka nevojë me fol shumë, nuk ka nevojë me fol, ka nevojë me vepru. Andaj mos me pas komplekse për fetarinë tonë, mos me pas komplekse për
ti për cilës fe i takon qohesh e fal namazet. Nuk i nevojë me thonë unë selon namazet, vetëm qohesh e falesh e gjeni çesh. No, unë nuk e pi alkoolin, jo, nuk ka nevojë mua në tavolin ku shërbet alkooli, jo, unë nuk e bëj këtë. Let flet vepra jote para fjalëve tua. Andaj, shikoni vëllezër besimtar, se i na bë na musliman të kësaj kohe, shumë po flasim e veprat po na falimentojnë. Po na falimentojnë fjalët tona kur mbledhen këtë hadithet e pejgamberit alayhis salam që i kanë mbledh ulemaja, dikon 200 mesash i kanë mbledh, po kur i kanë verifiku, dikon rreth 5000 deri 6000 hadithe janë që punohet me ta. Andaj shikoni vëllezër besimtar, para mendane, pejgamberi son 23 vite ka bota vet, po ato këshillat e tina ku me atë që nuk ka fol vazhdimisht njerëzve, haram kjo, mos e bë këto, mos e bë ato, po ishte morali i tij vëllezër besimtar, morali Muhamedi alayhis salam që njerëzit i ka ftu me shoqëru ato, me përkra e me besu pejgamberin son. Andaj ne e besojmë Allahun dhe e adhurojmë Allahun përmes emrave të tij. Edhe në fund do përmendim qysh mënyrë të drejtë për drejtë. Allahu e tregon me njohjen e tina. E kam përmend edhe javën e kaluar vëllezër besimtar rastin e asaj lavirës. Një grua lavire e cila kishte ndodhur duke shku në shkretin, është etë dhe është nalë me pi ujë të një bunar. Botën arabe, bunar vëllezër besimtar janë shumë thellë tokë dhe ka hi me pi ujë. Kur ka dalë pi bunarit, e ka rastis një qen duke lëpi zallën e shkretinës, duke treguar qenin që jam etër, andaj kjo grua zbret poshtë, në fund bunarit e mush këpucën me ujë dhe jep këtij qeni me pi ujë. Po për çet vepër që e bane, e ushqej një krijes përkesave të Allahut, çfarë bën Allahu? Ja foli krejt gjunat vëllezër besimtar. La ilaha illallah. A peshe vëllezër besimtar sa është minjas Allahu? A peshe se qysh Allahu trajton me butësi. Andaj çka ka thonë Iblisi? I shkatërrova bita Ademit me gjunahe e unë shkatërron me pendim, me tawbe. E pse kështu? Sepse Allahu është e shekur, është falendërues, të falenderoj ty për çdo vepër të mirë që bën edhe të shpërblen aq sa që ty të bën më kënaq. Andaj falenderoj Allahun që na ka bërë pjesë të dinë edhe mundsu e lutem Allahun na mundsu me mësu këtë fe edhe ato mësimet tona me fut në përdëshminë tonë. Zoti shpërblet për mendje, bëngotën për namaz xhumas.